Përshëndetje të gjithëve. Sot vendosa të bëj tagliatelle, tjetër model makaronash, edhe këto të mbushura me mish, si i quajnë, nuk e di. Normalisht këto janë modeli italiane. Këtu kam hedhur 400 gram miell 4 vezë të plota, ujë, kripë dhe 2 lugë vaj ulliri. Këtu 300 gram mish, griva një qep me rende, 2 patate të vogla, erza, kripë, sipas dëshirës. Këto. Dhe tani, këtu i bëra topa të vogla, si që shini. Këtë pjesë do ta bëj me këtë model. Pjesën tjetër do t'i pres, t'i bëj si tip makaronash tagliatelle, thonë këte, nuk e di si thonë, jufka. Edhe pjesën tjetër do të bëj 2-3 lloje modele, ta provoj si do dalin, për herë parë kam, si dalin, le dalin, do t'i ham. Natën e mirë.